Punimi me ndotat e tjerë që shratë të bisedat nuk e bojnë shumë të vështirë ditët e agjerimit, po hitën e kundër ka pas në ditë kur ushqime dhe ujit kanë munguar dhe ke vreqën ndoshta pa koncentrimi kundrejt mësimit ka humbur, por prapë se prapë kur e shef veten që mundesh me ja dal edhe bisedon me tjerë edhe të e harron faktikisht që ja agjërushëm, kështu edhe dita kalon shumë shpejt. Kështu besoj që agjërimi nuk është se ndikon shumë te koncentrimi në zonësa, domthonë tek nxënësit që nuk e kanë mendjen te ushqimi dhe bëjnë këtë punë vullnetarisht dhe harrojnë krejt që janë duke agjëru, është diçka shumë e lehtë dhe shumë e thjeshtë për ta. Kështu edhe për mua ndodhe njëjta gjë, nuk është që shumë ndikon ushqimi ose pak mos ushqyera, më thonë në farë forme, për prapë se prapë ndë mja dalë super. Po, a ka dhe shok të tjerë që agjërojnë Ramazanin bashkë juve? Klasë? Për fatë mirë jemi shumica e klasës, për gjithashtu edhe rrethi shoqëror cilët agjërojnë, por është edhe një fakt i mirë se në qoftë se janë disa persona cilët nuk e mbajnë agjërimin për arsye të tyre personale që është shumë e kuptueshme, mundohen që me e largu konsumimin e ujit apo të ushqimit në rast që për me e respektu edhe atë pjesën tonë kohën tonë të agjërimit. Po, çish i përjetoni ato momentet e para kur vjen iftari? Pas një dite gjatë, me thonë që jeni agjërushëm. Është që se në roli. Kush do një filloni, e bojmë si bashkë bisedim. Për mu është një ndjesi e mirë, se një ditë e gjatë pa ujë është, ase jam konsumu shumë i ujit, në ekstrem, pi ujë shumë, gjatë ditës, po... Qish po e menaxhon edhe ushqyrjen, mandej? Mirë, nuk është keq, mirë, super. është një ndjenjë që, me thonë, mirë. Po, unë me sa e di, me sa kam informacione për juve, jo dhe faleni, apo? Po. Qish është kënë ndjesi për juve? është ndjesi e mirë. është ma shumë se sa ndjesi e mirë, se është me një pikë ku ti e falë njërin prej namazeve, e ndjem vetën si më të lidhur me Zotin, e ndjem vetën mënyrë drejt për drejt edhe duke sikur ato lutjet e tua që i ke bu për familjen, apo gjithashtu edhe për pjesët e tjera jetësore cilat i kemi dhe ato dëshirat e tua, duke në sikur plëcona akuma edhe më letë dhe ki kontaktin me Zotin më të afërt. A ka qenë Fiona dikush shembull në shtëpinë e juaj që keni filluar edhe ju me u falë, apo jo? Po, në fillim e cila hapin e parë që ka marrë kundrejt faljes, ka qenë gjysha ime, cila ma vonë ka fillu me i trashërgu, më thonë në farë forme, këto detyra dhe tek nena ime, pastaj duke vazhduar me neve vajzat, po duke asnjëherë duke harruar gjinjtë mashkullore, cilët më shpesh të bënin falin namazin e xhumas, cilat që ditë shumë e rëndësishme, po pa i lënë anash edhe ditët e tjera. Në fillim ka fillu gjyshja me u fal, pastaj ka vazhdu edhe tek mami, duke trashëgu këtë farë detyre edhe tek ne vajzat, që tashmë veç jemi mësuar dhe është diçka shumë e mrekullueshme për ne. Mirë shumë, mirë shumë. Nurali, tregon pak çyshe runë, domethënë energjinë gjatë ditës, cilat janë mënyrat që i përdor? Unë energjinë gjatë ditës e ruaj kështu veç duke bërë shako, kështu jam tip që veç muj me buaj gare të ditës edhe mundu me kalu koha shumë shpejt me këto sene. Nuk muj mu nalë nashta heq, kur vjen puja të shakoja, ose me buaj gare me dikën. Po, e ke do me thonë energjinë pozitive gjatë krejt ditës, edhe pse agjërushëm. Po. Po për ty Nahar? Paka shumë vlenë e njëjta, po besoj se kur është ajo pjesa se agjëron me vetë dëshirë që thashë edhe ma herët, gjithë çka bëhet edhe ma shumë e leshur që kalon edhe koha apo periudha e agjërimit sa ma letë.